Shikues nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Në fillim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni lajmesh. Nga viti 2000, Kosova ka importuar mallra nga Serbia 3.5 miliardë euro, kërkohet konsumimi i prodhimeve vendore. Kosovarëve u shiten yndyrat bimore në vend të Qumshtit, shoqatat thonë se kanë paditur avukun dhe disa kompani vendore. Shënohet dita botërore e Holokaustit, vendosen Kurora Lulesh pranë pllakës përkujtimore për viktimat hebraike në Kosovë. Prishtina përballet çdo ditë me mungesën e parkingjeve, qytetarët ankohen, kërkojnë zgjidhjen e këtij problemi. Që nga viti 2000, Kosova ka importuar nga Serbia 3.5 miliardë euro. Produktet që prinë në import janë nga industria e ushqimit dhe e ndërtimtarisë. Prodhuesit e Kosovës thonë se shumica e importeve nga Serbia janë të zëvendësueshme me prodhimet e vendit. Serbia vazhdon të jetë eksportuesi më i madh në Kosovë. Sipas të dhënave, vetëm nëpërmjet rrugëve zyrtare, Kosova ka importuar nga Serbia nga viti 2000 mbi 3.5 miliardë euro. Produktet që prinë në import janë nga industria e ushqimit dhe ndërtimtarisë. Sipas saj, importi nga Serbia është rritur nga hyrja në fuqi e marrëveshjes për tregti të lirë, CEFTA, në vitin 2006. Vitet pasuese ka ardhur gjithmonë duke u rrit dhe tani vitin 2016, vitin e kaluar 2016 kemi rrinë në fazën kur importi prej Serbisë është Serbia është eksportuesi kryesor drejt Kosovës me rreth afër 400 milion euro import në një viti. Importi total apo vlera totale e mallrave është mbi 3.5 miliardë euro. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, thotë se shumica e importeve nga Serbia janë të zëvendësueshme me prodhimet e vendit. Sipas tij, me blerjen e produkteve serbe, po financohet politika destruktive e Serbisë ndaj shtetit të Kosovës. Produktet e Kosovës kanë kualitetin adekuat mjaftueshme që munden me i zavendësu produktet e Serbisë. Besoj që qytetarët e Kosovës një pjesë ende nuk janë ka e kuptojnë rëndësinë e konsumimit të produkteve vendore. Po mos blerja e produkteve të Serbisë është edhe një lloj proteste ndaj qasjes tyre. Që sonë blej produktet të Serbisë unë financoj atë politikë. Panja thekson se duhet të rritet ndërgjegjësimi edhe ai patriotik për prodhimet vendore. Ironia më e madhe është kur importojnë produkte ndërtimore. Kur shtëpit që na i ka shkatruar shteti serb, ne i ndërtojmë produkte ndërtimore prej Serbisë. Patriotizëm është edhe kur një qytetar i Kosovës e blen një produkt që është i Kosovës dhe e proteston ndaj Serbisë duke mos e ble produktin e Serbisë. Sipas tij, institucionet shtetërore kanë hapësirë të kufizuar për veprim në këtë drejtim për shkak të marrëveshjeve për tregti të lirë, por qytetarët janë ata që mund ta ulin importin e t'i fuqizojnë prodhuesit e vendit. Shoqata e qumshtarëve të Kosovës dhe ajo e fermerëve kosovarë të Qumshtit kanë bërë publik shqetësimin e tyre për mashtrim të konsumatorëve me prodhime gjoja të Qumshtit, e që sipas tyre janë produkte nga vaji i palmave. Shoqatat kanë ngritur kallëzim penal kundër Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dhe disa kompanive vendore, për të cilat thuhet se ekziston dyshimi se kanë kryer vepër penale mashtrim i blerësve. Shoqata thonë se padia e tyre ka për bazë rezultatet e mostrave të dalë nga laboratorët e Institutit të Ushqimit në Shkup, të cilët kanë gjetur përdorim të produkteve të vajit të palmës në prodhimet e 3 kompanive produse kosovare të produkteve të Qumshtit. Sipas tyre, konsumatorët kosovarë kanë blerë produkte me yndyrë bimore, ndërsa në të vërtetë atyre u janë reklamuar dhe shitur si produkte të Qumshtit. Shqetësimet për mashtrime të supozuar nga kompanitë të cilat sa i përket produkte me yndyra bimore e veçanërisht me vaj palme janë shtuar me publikimin e raportit të Agjencisë Evropiane për Siguri Ushqimore. Nga ky raport shihet se vaji i palmës është kancerogjen dhe gjenotoksik. Pra, është një shqetësim shumë i madh për faktin që në Kosovë
kemi një vërshim të prodhimeve me yndyra bimore. Gjithashtu kemi një numër të madh, gjithnjë më të madh të prodhuesve vendor, të cilët janë duke i prodhuar këto produkte. Të dhënat zyrtare të doganës gjatë vitit 2016 argumentojnë që në vendin ton janë importuar 1.8 milion kilogram të yndyrës bimore për prodhime gjoja të qumshtit, gjë që ka dëmtuar shëndetin e konsumatorëve dhe aktivitetin biznesor të fermerëve, prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve të qumshtit. Por kjo më së tepërmi është reflektuar tek fermerët e qumshtit, të cilët nëse nuk i kanë mbyllur fermat tërësisht, atëherë e kanë pasur vështirë të vazhdojnë zhvillimin e tyre. Vetëm brenda 3 viteve të fundit janë më tepër se 27 milion kilogram prodhime finale me bazë vajin e palmës. Në këtë konferencë u tha se pavarësisht thirrjeve dhe paralajmërimeve të vazhdueshme që u kanë bërë institucionet Kosovës dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, nuk është ndërmarrë ndonjë veprim konkret. Kjo sipas tyre ka qenë arsyeja që shoqatat kanë dorëzuar një kallëzim penal. Vazhdojmë lajmet me informacione të tjera. Aktivitetet me kërkesa për lirimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj po vazhdojnë në qytete të ndryshme. Të jetën në Prishtinë, Aleanca e Gruas së Kosovës kërkoi lirimin e plot të liderit të AK-s. Zyrtarët e kësaj partie thonë se janë të zhgënjur me procedurat gjyqësore e të stërzgjatura për rastin Haradinaj. Aleanca e Gruas së Kosovës, kërkesën e vetme që ka pasur ka qenë lirimi plot dhe kthimi më njëhershëm në Kosovë i ish kryeministrit të Kosovës, njëherësh liderit të AK-s Ramush Haradinaj. Makbule Shkodra, kryetare e AGK-s, tha se Ramush Haradinaj është simbol i lirisë, paqes dhe sakrificës. Bëjmë thirrje drejtësisë ndërkombëtare që të bëj lirimin e plot të kryetarit Haradinaj, personit i cili simbolizon sakrificën për lirinë e Kosovës. Kryetari Haradinaj është përgjigjur 2 herë para drejtësisë ndërkombëtare dhe është shpallur i pafajshëm. Këto veprimet e fundit të Serbisë nuk janë asgjë më shumë se sa provokime ndaj shtetit të Kosovës. Ndërkohë, zyrtarët e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës përmes një kombëtese për media kanë thënë se janë të zhgënjur me zvarritjen e procesit ndaj Ramush Haradinajt. Sipas tyre, kanë kaluar 20 ditë që nga ndalimi i Haradinajt dhe ende nuk ka një përgjigje definitive për lënien e tij të lirë. Tutje në kombëtesë thuhet se AK janë të dëshpëruar për komoditetin e autoriteteve franceze të gjyqësisë, të cilat sipas tyre po lejojnë që Serbia të luajë me parimin e jurisdiksionit universal dhe t'i zvarrisë sa më shumë të jetë mundur procedurat kundër Haradinajt, e të cilat në fakt nuk janë asgjë tjetër përpos lojës politike me Haradinajn dhe me Kosovën. Edhe punëtorët e administratës në komunën e Deçanit kanë qëndruar në grevë për 1 orë në shenjë solidariteti me kreun e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Pas protestës gjithë popullore të organizuar ditë më parë, punëtorët e administratës komunale të Deçanit kanë qëndruar në grevë nga ora 11 deri në orën 12 në shenjë solidariteti me kreun e AK-s Ramush Haradinaj. Kryetari i komunës Rasim Selmanaj tha se pakënaqësia qytetare veç sa po vjen e rritet për faktin se Haradinaj është duke mbajtur padrejtisht nga autoritetet franceze. Strata komunale të Deçanit është në grevë, në shenjë përkrojës. Kërkesa është e vetme që Ramushi me u kthy në Kosovë. Ne duhet të besojmë se Franca si shtet mik për pak ditë do ta merr vendimin e drejtë. Një solidarizim edhe moral, edhe shoqënor, po edhe si e drejt edhe qytetare. Solidarizohemi me gjendjen reale që kemi, provojnë të japin një mesazh përkrojës për një të padrejtë që po ndodh. Ish kryeministri Ramush Haradinaj është ndaluar në Francë më 4 janar pas një urdhër arresti të vitit 2004 të Serbisë. Haradinaj është duke qëndruar atje në pritje të vendimit për lirimin e tij. Partia Demokratike e Kosovës ka publikuar raportet financiare sipas premtimit që e ka bërë një ditë më parë kryetari i saj Kadri Veseli. Sipas kumtesës, buxheti i Partisë Demokratike të Kosovës është ndarë nga Fondi për Demokratizim që është në kuadër të buxhetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe u ndahet të gjitha subjekteve parlamentare sipas numrit të deputetëve. Sipas afateve ligjore, PDK do t'i publikojë raportet financiare të vitit 2016 më së largu deri më
31 mars të këtij viti. Partia Demokratike e Kosovës, që nga themelimi e deri më tash, i ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të gjitha raportet financiare. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar mbrëm se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet me takime më të shpeshta dhe se takimi i radhës do të mbahet në fillim të shkurtit. Por kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakub Krasniqi, thotë se dialogu me Serbinë jo vetëm që nuk solli normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, por vetëm sa e trimëroi këtë të fundit për të shfaqur haptazi pretendimet e saj për Kosovën. Kryeministri i vendit Isa Mustafa ka bërë të ditur se dialogu do të vazhdojë. Në një paraqitje në emisionin Monitor të RTK-s, Mustafa ka bërë të ditur se takimi i radhës do të mbahet në fillim të muajit të ardhshëm. Po konkretisht jemi marrë vesh që të vazhdojë dialogu, të përshpejtësohet dialogu, të bëhet një agjendë shumë e ngjeshur e dialogut në mënyrë që mos stërgjatet edhe biseda për çështjet e reja të cilat mund të hapen, por edhe për implementimin e marrëveshjeve të cilat kanë qenë deri më tani. Dhe unë mendoj se në fillim të muajit tashëm do të ndodhë prapë edhe një takim tjetër për çështjet e tjera të murit, me qenë se është një çështje mjaft aktuale, nuk kemi biseduar. Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi thotë se dialogu i Kosovës me Serbinë, që kur kishte nisur në vitin 2011, kishte nisur pa përgatitje serioze dhe si i tillë nuk kishte se si të përfundonte ndryshe. Sipas Krasniqit, pas mosgatishmërisë së Serbisë për zbatimin e marrëveshjeve dhe zhvillimeve të fundit në veri të vendit, vazhdimi i dialogut nuk mund të ketë kuptim. Nga atëherë deri më sot, dialogu nuk u përdor asnjëherë si mjet për forcimin e shtetit të Kosovës dhe nxjerrjen e Serbisë nga veri i vendit, por u përdor nga thoqe për forcimin e pushtetit të tij personal dhe kthimin e Serbisë në Kosovë përmes listës serbska. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në një intervistë për AFP-n ka thënë se dialogu me Serbinë duhet të vazhdojë vetëm nëse kjo e fundit e njeh pavarësinë e Kosovës. Haradinaj ka thënë për agjencinë franceze se Prishtina po tregon inferioritet dhe servilizëm në raport me Beogradin. Pas takimit të së martës në Bruksel, presidenti Hashim Thaçi ka bërë të ditur se ky proces nga tani do të përfaqësohet në nivelin më të lartë të dyja vendeve. Zhvillimet e fundit në Kosovë nuk kanë kaluar pa u debatuar edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i pavarur dhe kryetari i partisë më të re Libra Ben Blushi, duke folur në Kuvendin e Shqipërisë për tensionet mes Kosovës dhe Serbisë, tërhoqi vëmendjen se serbët duan ta ndajnë Kosovën. Nëse ky synim serb është edhe projekt ndërkombëtar, atëherë sipas Blushit, bashkimi i Kosovës me Shqipërinë është i vetmi rezultat i arsyeshëm. Në këtë debat u përfshin edhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati dhe ish kryeministri Sali Berisha. Kuvendi i Shqipërisë u përfshi në një debat të nxitur nga deputeti i pavarur Pem Blushi për zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës, morin trenin dhe arrestimin e Ramush Haradinajt. Blushi akuzoi qeverinë për indiferentizëm ndaj këtyre zhvillimeve, ndërkohë që tërhoqi vëmendjen se serbët duan ta ndajnë Kosovën. Nëse Kosova ndahet në veri, siç mund të jetë projekt jo vetëm serb, atëherë pasoja do të ishte kjo. Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën do ishte pasoja e arsyeshme dhe vetme nëse kjo gjë ndodh. Nga ana e tij, ministri i jashtëm Ditmir Bushati hodhi poshtë pretendimet e deputetit Blushi, duke theksuar se Shqipëria i ka qëndruar në vijimsi Kosovës pranë. Nuk është as pak e vërtet që Shqipëria s'ka pas reagim. Shqipëria ka mbajtur një qëndrim sipas cilit normalizimi i marrëdhënieve Shqipëri-Serbi varet edhe nga ecuria e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ndarja e Kosovës sipas ish kryeministrit Sali Berisha është një rrezik shumë i madh edhe për rajonin. Ndaj çdo agresioni ndaj shqiptarëve do reagojmë si kombi vetëm. Zoti Blushi theksoi që nëse ndodh kjo të bashkohet Kosova me Shqipërinë, jo absolutisht. Ne shqiptarët duhet bëjmë gjithçka për të bashkuar çdo plam, çdo metër, çdo territorëve të tyre ku janë vazhdimësi etnike gjeografike. Një ditë më parë, Komisioni i Jashtëm në Kuvendin e Shqipërisë ka propozuar miratimin e një rezolute për Kosovën në dritën e zhvillimeve të fundit.
Ish kryetari i komunës Graçanicës Boban Stojanović, bashkë me krejt partinë e tij Lidhja e Serbëve të Kosovës, ka kaluar në Partinë Liberale të Slobodan Petrovicit. Me këtë rast u tha se gjendja e serbëve në Kosovë është e rëndë, andaj duhet angazhim. Lidhja e Serbëve të Kosovës ka kaluar në Partinë Liberale Serbe. Krerët e këtyre partive nënshkruan një marrëveshje për bashkim. Partia e pavarur liberale u formua 11 vjet më parë. Në zgjedhjet e fund lokale, një pjesë e këtij subjekti udhëhequr nga Bojan Stojanović ishte ndarë dhe ka formuar Lidhjen e Serbëve të Kosovës. Pas gati 4 vjet, këto parti sërish janë bashkuar. Petrović tha se ky nuk do të jetë bashkimi i vetëm. Kjo është një mundësi e mirë për të njoftuar se në të ardhmen do të kemi situata të tilla. Kemi më shumë për këtyre situatave ku grupet e caktuara politike do të bashkohen në lëvizjen tonë të përbashkët, e cila është drejtuar për një të nesërme më të mirë. I pyetur nëse ai do të jetë në zgjedhjet e ardhshme lokale të planifikuara për nëntor të këtij viti si kandidat për kryetar të Graçanicës dhe nëse nënshkrimi sotëm është fillimi një fushate politike, ish kryetari i komunës së Graçanicës u përgjigj. Nuk më varet nga unë, se LS do të ketë organet të saj, por në qoftë se unë kam mbështetjen e njerëzve nga partia, sigurisht mund të them se jam i gatshëm ta pranoj këtë përgjegjësi. Të rikujtojmë se në Partinë e pavarur liberale ishte edhe ministri aktual për komunitetet dhe kthim Dalibor Jeftić, deputetet Srđan Popović dhe Nenad Rashić, si dhe kryetari i komunës së Shtrpcës Bratislav Nikolić, të cilët janë tani pjesë e listës serbe. Me rastin e ditës botërore të Holokaustit, janë vendosur kurora lulesh pranë pllakës përkujtimore për viktimat hebraike në Kosovë. Gjithashtu është mbajtur një akademi përkujtimore. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, tha se Kosova më mirë se askush tjetër e di dhimbjen dhe plagën e të qenit pa institucione, dhimbjen e luftës dhe të gjenocidit. Kjo pllakë këtu simbolizon sakrificën dhe qëndresën e hebrejve të Kosovës. Organizata Bet Izrael Kosova ka organizuar edhe akademin përkujtimore për të rënët e Holokaustit gjatë luftës së dytë botërore. Për të nderuar familjarët e viktimave të Holokaustit, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se Kosova më mirë se askush tjetër e di dhimbjen dhe plagën e të qenit pa institucione, dhimbjen e luftës dhe gjenocidit. Si shqiptar e dim se çka do të thonë me qeni i vegjël, e dim se çka do të thonë me qeni pa mbrojtur, dhe pa përkrajë institucionale. Faleminderit shumë, përkujtojmë Holokaustin, do ta përkujtojmë secilin vit, zbashku me komunitetin hebrej, zbashku me shoqatën vet Izrael. Hebrej nga e gjithë Gjermania dhe vendet europiane të pushtuara prej saj u grumbulluan në kampe përqendrimi, ku u helmuan me gaz, u qelluan, u lan, por Shqipëria ishte vendi ku ata gjetën strehim. Dhe sot më jep privilegj dhe ndër të veçantë i para jush të shpreh konsideratën time të fejë për pranimin e të mbjeturës nga Holokausti në Republikën e Kosovës, që vjen nga Izraeli për të shprehur dashuri dhe respektin e veçantë për popullin e Kosovës, dhe kjo është një zonjë nderuar, zonja Stella Esterlevi. Edhe Stella Esterlevi dhe Nejat Komforti përkujtuan familjarët dhe viktimat e Holokaustit me emocione që asnjë popull të mos i përjetoj vuajtjet dhe gjenocidin. Shumë familjarë të mi kanë qenë viktimat të gjenocidit të Gjermanisë naziste, që u kryen gjatë luftës së dytë botërore. Kjo është vizita ime e parë në Kosovë. Jam e lindur në Mitrovic dhe si fëmijë jemi shpërngulur në Izrael. Këtu kam gjetur disa familjarë dhe për këtë falenderoj institucionet e Kosovës që po na mbështesin në të drejtat tona. Familja ime ka humbur shumë gjatë luftës së dytë botërore dhe Kosova është vendi ynë, ku ne kemi gjetur mbështetjen atëherë dhe po e gjejmë tani. Në Kosovë jetojnë 47 pjesëtar të komunitetit hebraik. I Peshkvia e Kosovës ka bërë prezantimin e mesazhit të Papa Franceskut për 2017, ku u tha se porosia e paqes është një thirrje e madhe për unitet dhe angazhim transformativ të shoqërisë, duke u mbështetur në burimin e krishterë të dashurisë dhe jo dhunës. Kancelari i Peshkvisë së Kosovës, Donshan Zefi, gjatë prezantimit të mesazhit të Papa Franceskut për vitin 2017, ka thënë se ai ka porositur që të ndalet dhuna me urgjencë dhe të mbretërojë paqja. Papa sipas tij ka apeluar që të ndalohet edhe përdorimi i armëve bërthamore. Jo dhuna,
nuk duhet të kuptohet si dorëzim, mos angazhim e pasivitet, por duhet të trajtohet si jo dhunë aktive, siç na ka mësuar apo dhënë shembullin e mirë Nën Tereza. Ai tha se të gjithë mund të jemi partizan të paqes, siç është edhe vet Papa Francesku, i cili e përmbyll mesazhin e tij duke thirrur ndërmjetësimin e zonës së bekuar. Zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi ka inkurajuar bizneset e Ferizajt. Ai ka biseduar me kreun komunal si dhe me përfaqësuesit e bizneseve për shqetësimet dhe mundësitë e mbështetjes për zhvillim në të ardhmen. Zëvendës kryeministri Ramiz Kelmendi në Ferizaj ka folur për pakon e dytë fiskale, që është duke u përgatitur nga qeveria, me të cilën synot zhvillimi i veprimtarisë prodhuese në vend. Qeveria e Republikës së Kosovës me Ministrin e Financave është të punu jashtëzakonisht shumë që pakoja fiskale 2 ta përmirësoj këtë imazh dhe të jetë në funksion të zhvillimit të prodhimtarisë vendore. Kurse drejtuesit e komunës kërkuan që të mundësohet bizneseve qasja në autostradë. Sidomos ato që ndërlidhen me qarkullimin rrugor dhe të njerëzve dhe ndërlidhen e tyre me nyjet e autostradave si kërkesat bizneseve për të pas një qasje në zonën qendrore të qytetit. Ndërsa bizneset thanë se problem kryesor janë taksat. Është një taksë ujore e vjetër që ka mbetë, pisi qeverive të kalume, që është pak ngërsh për bizneset, po besoj që jemi në dialog të ta zgjedhëm. Malas në Kosovë, kurse deri tash shumë vështirësi edhe e kemi kalu, kurse me pas lehtësira për ne është shumë edhe më mendoj që mundë me ecë përpara. Kelmendi zhvilloi edhe një takim të përbashkët me shumë biznese të Ferizajt. Prishtina përballet çdo ditë me probleme të ndryshme, sikurse ai mungesës së parkingjeve. Ekzekutivi dhe opozita në Kuvendin Komunal të Prishtinës vazhdojnë ta fajsojnë njëra tjetrën, kurse qytetarët tankohen për mungesë të vend parkimeve dhe kërkojnë zgjidhjen e këtij problemi. Ky parking i madh te qendra klinike dhe universitare e Kosovës është hapur para një viti, por nuk e ka zbutur pothuajse fare problemin e parkimeve të veturave në Prishtinë. Shumica e niveleve të këtij parkingu janë të zbrasta, e veturat parkohen në rrugë duke shkelur rregullat e komunikacionit. Rregullat e trafikut shkelen gjithandej nëpër kryeqytet. As dënimet e policisë nuk i ndalin parkimet e paligjshme. Qytetarët ankohen për mungesë të vend parkimeve dhe kërkojnë zgjidhjen e këtij problemi. Kaos është në qytet, nuk i parkinge, nuk i ka kalon nëpër trotuar për kerrave, është shumë mungesë parkingje. Parkingjet mungojnë shumë në qytet. Që sa premtohet për çdo qeveri komunale, jo kemi po parkinge këtu ja atje, s'ka kurrë konkrete, njëjti avas po vazhdon, njëjti problem. Edhe pse jam vozec në stop jam në rrugë, për parkinge është shumë problem. Po ndoshta nuk ishme qenë problem sikur policia e komunikacionit ndërmerr të mosat e meritune kishme qenë më lehtë. Zyrtar të komunës së Prishtinës thonë se i kanë të gatshme projektet që e rregullojnë problemin e parkingjeve në kryeqytet. Por ata thonë se Kuvendi Komunal ka bllokuar planet e ekzekutivit për krijimin dhe funksionalizimin e ndërmarrjes komunale Prishtina Parking. Subjektet të cilat e kanë shumicën në Kuvendin Komunal kryesisht kanë punësuar militantë të tyre në për këtë ndërmarrje dhe që të mos ndodhë një gjë e tillë, që të mos e lejojmë një gjë të tillë edhe me këtë ndërmarrje të re, aktualisht është pezulluar puna. Çka duhet të bëjnë është që antarët e Kuvendit Komunal nga radhët e PDK-s dhe LDK-s të reflektojnë ashtu që ta zhbllokojnë punën e ekzekutivit, në mënyrë që të realizojmë ne projektet tona. Por shefi i asamblistëve të LDK-s në Prishtinë, Agim Gashi, thot se Kuvendi Komunal nuk paraqet asnjë pengesë në këtë drejtim. Sipas tij, ndërmarrja tashmë është regjistruar dhe i mbetet vetëm ekzekutivit të asigurojë një buxhet themelues për funksionalizimin e kësaj ndërmarrjeje. Të propozoj një buxhet fillestar dhe ne do ta miratojmë, sepse meqense se është regjistruar kompania, tashi duhet ta caktojmë një kryeshef ekzekutiv si ushtrues detyre për zhvilluar procedura tjera të ndërtimit të kapaciteteve për fillimin e funksionimit të kësaj kompanie.
E mos flasim për investime kapitale për të cilat për momentin nuk ka asnjë plan konkret. Përballjet dhe mospajtimet mes ekzekutivit dhe opozitës komunale për probleme të ndryshme komunale vazhdojnë, ndërkohë çështjet si kjo e parkingjeve vazhdojnë të krijojnë vështirësi në jetën e qytetarëve. Astrid Hasani, i cili jeton dhe vepron në Zvicër, i ka dhuruar një donacion spitalit Haxhi Beqiri në Mitrovicë. Drejtuesit e spitalit thonë se donacionet si ky e lehtësojnë punën e stafit mjekësor. Një donacion prej 10.000 frangash zvicrane me 6.000 njësi të materialit sanitar shpenzues i është dhuruar spitalit Sami Haxhi Beqiri në Mitrovicë nga Astrid Hasani, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Nevoja dhe problemet me të cilat ballafaqohet shëndetësia në këtë qytet e ka shtyer Astridin ta bëjë një veprim të tillë, derisa i gjithë materiali është i destinuar për ata persona që kanë smundje specifike. Unë këtë donacion me material sanitar harxhus, që ka vlerën rreth 10.000 franga zvicrane, kam vendosur t'ia dhuroj spitalit të Mitrovicës, sepse mendoj se çdo ndihmë sado pak e vogël që është, mendoj se është ndihmës për pacientat dhe spitalin e Mitrovicës. Ndërkohë zëvendës drejtori i këtij spitali Zahir Musa ka thënë se donacionet si ky e lehtësojnë punën e stafit mjekësor në këtë institucion shëndetësor. Ky donacion e ka atë rëndësinë e vet, them shumë specifike, se hyn shërbimin aty në njerëz me nevoja të posaçme, aty në beba dhe gjithë aty në të cilët kanë nevojë për këtë. Krijon një lehtësirë shumë të madhe qoftë për anëtarët e familjes, qoftë për individët që janë me këto nevoja specifike. Sidoqoftë, ky nuk është donacioni vetëm i Astridit, ai më herët ka dhuruar edhe materiale mjekësore në spitale tjera të vendit. Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion policor në Vushtri. Gjatë aksionit 3 persona janë arrestuar, ndërsa janë konfiskuar disa armë të ndryshme automatike dhe qindra fishek. Një aksion i gjerë policor është ndërmarrë në 5 lokacione në rajonin e Mitrovicës. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti thotë se aksioni ndërlidhet me armë dhe përveç këtij qyteti është zhvilluar edhe në Vushtri dhe disa fshatra të kësaj komune. Nga ky aksion, Zahiti thotë se janë arrestuar 3 persona, ndërsa janë konfiskuar disa armë të ndryshme automatike. Po, në fakt sot në orë të mëngjesit, sektori hetimeve rajonale në kuadër drejtorisë tonë në Mitrovicë ka realizuar një plan operativ. Në këtë rast janë mbastisur 5 lokacione të ndryshme, nga ku ka rezultuar me gjetjen e 4 anëve të gjata, si dhe një sasi e municioni. Në kuadër saj janë arrestuar 3 persona në cilësi të dyshuarve, cilët tashmë veç ndodhen në vete policore në procedura intervistuese. Sipas Zahitit, të arrestuarit janë të dyshuar për armbajtje pa leje, derisa procesi i intervistimit do të vazhdojë dhe varësisht prej të gjetërave tjera mund të ketë edhe ndryshim të veprës. Presidenti Hashim Thaçi për të përditshmën prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung ka komentuar vendimin e gjykatës së arbitrazhit të sportit me të cilin është refuzuar kërkesa e Federatës Serbe për anullimin e vendimit për pranimin e Kosovës në UEFA me të gjitha të drejtat e vendeve të tjera evropiane. Thaçi ka thënë se vendimi i kësaj gjykate i është dedikuar fëmijëve të Kosovës. Nga ana tjetër, presidenti ka pritur sot në takim zëvendës presidentin e Olimpiadës Speciale Ndërkombëtare për personat me aftësi të veçanta, David Evangelista. Thaçi tha se Kosova ka sportistë të dalluar që kanë pasur paraqitje të mira në gara të ndryshme ndërkombëtare, ndërsa mbështeti pjesëmarrjen e sportistëve në garat e Olimpiadës Speciale Ndërkombëtare. Gjatë një serie të bastisjeve të bashkërenduara në Vjenë dhe në Graz, policia austriake ka arrestuar 14 persona të dyshuar si antar aktiv të ISIS-it, njoftoi prokuroria austriake. Në mesin e të dyshuarve janë edhe 2 shtetas të Maqedonisë, 2 të Bosnjës dhe së paku 1 sirian, përderisa grupi udhëhiqej nga imami ekstremist nga Serbia, i njohur si Ebu Tehma.
Policia austriake ka njoftuar se gjatë orëve të paraditës ka arrestuar 14 persona të dyshuar si antar të ISIS-it, shumica e të cilëve vijnë nga vendet e Ballkanit. Sipas prokurorisë, më shumë se 800 policë dhe pjesëtar të njësiteve speciale morën pjesë në bastisjet e koordinuara që ndodhen në Vjenë dhe qytetin jugor Graz. Zyrtarët ende nuk i kanë publikuar identitetet dhe shtetësitë e plota të gjithë të arrestuarve, por deri me tani është bërë e ditur se në mesin e tyre janë 3 shtetas austriak me rënd të huaja, 2 shtetas të Bosnjës, 2 persona me shtetësi maqedone, 1 individ me shtetësi bullgare dhe së paku 1 sirian. Ende nuk ka informata për të arrestuarit tjerë. Mediumet austriake së pari kanë raportuar se operacionet e sotme erdhën si rrjedhë e arrestimit të një 17 vjeçari me prejardhje shqiptare, i cili të premten u arrestua pasi që autoritetet austriake u informuan se ai kishte ndërtuar disa bomba provë në Gjermani. Por Ministria e Brendshme e Austrisë tha se operacionet e sotme ishin planifikuar që një kohë të gjatë dhe se nuk kanë pasur lidhje me arrestimin e 17 vjeçarit. Hetimet kanë qenë të përqendruara rreth rrjetit të përcjellësve të imamit famkeq nga Serbia, të njohur si Mirsad O apo Abu Teima, i cili vitin e kaluar u dënua me 20 vjet burg për shkak të rekrutimit të rinjve për t'u bashkuar ISIS. Besohet se më shumë se 300 shtetas të Austrisë kanë udhëtuar për në lindjen e mesme për t'u bashkuar grupeve terroriste. 90 prej tyre besohet të jenë kthyer në Austri, përderisa rreth 50 të tjerë janë vrarë në luftime. Ministria e Brendshme e Austrisë gjithashtu deklaroi se hetimet rreth rrjetit të imamit nga Serbia janë ende duke vazhduar dhe shtuan se besojnë që brenda Austrisë gjenden edhe së paku 60 antar aktiv të ISIS. Mbi 30 prej tyre besohet të janë nga vendet e rajonit tonë. Shikues nderuar, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirëmbëjtje.